falenderoj shumë sinqerisht për pranimin e kësaj ftese, për organizimin e takimit me intelektual, pedagog dhe kryesisht zëra publik, dhe ndjehemi nderuar që shoh kaq shumë njerëz të cilët janë të lirë, që shprehin mendimet e tyre profesionale në mënyrë të përditshme, qoftë media apo qoftë edhe në profesionet e tyre aty ku punojnë, dhe ky takim duket si një ngjarje e bukur sot në qytet, një ngjarje munguar prej kohësh në Shqipërinë tonë, ku vetëm politika, po themi, organizon takime apo pjesë të caktuara të politikës vetëm për interesa elektorale dhe jo për diskutuar për problematika të cilat e shqetësojnë realisht shoqërinë dhe Shqipërinë, sidomos me disa terma të cilat duken si terma të përgjithshëm dhe shpeshherë të pakuptuara nga qytetarët, si demokracia, shteti së drejtës, sundimi i ligjit, por në fakt janë themelet e garancive të lirive dhe të drejtave të qytetarëve për të jetuar dhe punuar në këtë vend. Dhe Shqipëria prej kohësh, pavarësisht se dikush e thot me zë më të ulët, dikush me zë më të lartë, por ne kemi një deformim të thellë të sistemit politik në Shqipëri dhe për këtë përgjegjës është gjithë klasa politike, pa diskutim. Kjo ka sjellë një debat politik të varfër, institucione që janë dobësuar, përfaqësimi në shumë raste banal në institucionet publike dhe vendimarrja që nuk i shërben as pak i interesave të qytetarëve apo të publikut, asnjë lidhje me hallet dhe problemet e përditshme që ka shoqëria, gjithçka bëhet për interesa të klaneve të caktuara, pa u përfshirë drejt për drejt njerëzit, pa pasur kontratë siç duhet të ketë brenda partive politike, apo qoftë edhe sidomos kontrata me shoqërinë, bilanci për premtimet që bëhen, llogaridhënia e cila është zvendësuar me shtrëngim, me bukën e gojës ku kanë mundësi, me presione, me represion, me krim, me ndërvarësi kapilare me pushtetin, apo dhe brenda partive politike me presione të ndryshme për të mbajtur dominancën brenda partijake, pa pyetur për rregullat demokratike, dhe është parakusht për demokracitë demokratizimi i partive politike. Pa parti politike që i nënshtrohen vendimarrjeve dhe rregullave demokratike, pa diskutim që deformohet komplet sistemi politik dhe nuk kemi më demokraci. Prandaj Shqipëria sot është në një disa thonë autokraci, disa gjysmë regjim, disa regjim hibrid. Pra nuk njihet më në Shqipëri as dorëqja si akt sublimi politikës, është kthyer në fjalë huaj, qoftë për qeveritarë që duhet mbajnë përgjegjësi, apo qoftë edhe për politikanë opozitarë që duhet mbajnë përgjegjësi për premtimet e veta. Politika duket sikur ka qëllim jo pjesëmarrjen e intelektualëve, të shoqërisë, të qytetarëve, por dekurajimin për të mos marrë pjesë në procese, shpërfillja ndaj interesave të qytetarëve, duke i kthyer këto në norma të reja të sferës publike në Shqipëri. Pra duket sikur nuk ka më debat në auditore, sikur gjithçka politizohet, sikur debati në media është vetëm kur intereson palëve politike, nuk ka debat real mbi ekonominë, mbi zhvillimin e qëndrueshëm, mbi sistemin e meritës, mbi administratën publike, mbi përfaqësimin, mirëqenien, sistemin shëndetësor, sistemin arsimor. Dhe duket fatkeqësisht sikur disa zëra që reagojnë në publik duket sikur janë apatike dhe të çuditshëm, ndërkohë që duhet ishte e kundërta. Ata që nuk reagojnë janë problemi në shoqëri. Sepse trupat e ndërmjetme të shoqërisë janë garancia, ajo që është shtresa mesme e shoqërisë, që pjesa më e rëndësishme apo një pjesë e rëndësishme jeni dhe në këtë takim, akademia, shoqëria civile, media, njerëzit të cilët duhet të jenë luftëtarë për këto të drejta, duken si të dorëzuar, sikur kanë humbur besimin, shumica kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria. Por edhe një pjesë e madhe e atyre që janë këtu duket sikur janë pajtuar me të keqen. Dhe kjo është një dramë e madhe që menduam që me këtë takim bashkë me miq, me pedagog, me të gjithë, se duket se jemi të bashkëfthuar në këtë takim, kemi vendosur që ti diskutojmë, duke bërë një debat mbi demokracinë, mbi shtetin e së drejtës, duke bërë një debat
të përkthyer në kontekstin ton, dhe ky është një moment që pa diskutim kërkon këtë debat, për shkak se Shqipëria fatkeqësisht në shtyllat që garantojnë demokracinë është e goditur. Pra ka mungesë rregullash loje brenda partive politike, duke shmangur zgjedhjet apo duke mos pasur zgjedhje në partitë politike, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, ka mungesë zgjedhjesh reale të qytetarëve për përfaqësuesit e tyre, sistemi zgjedhor që ka goditur në themel sistemin përfaqësues, që në vitin 2008 u përkeqësua me ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor në vitin 2024, duke bërë një sistem hibrid ku qytetarët nuk zgjedhin asgjë dhe pronarët, praktikisht kryetarët e partive, zgjedhin çdo përfaqësues. Institucionet janë në një sulm apo janë në kontroll të plot nga një personazh i vetëm që është kryeministri, dhe SPAK-u i cili në një farë mënyrë duhet të thënë ka hapur rrugën për një pjesëmarrje të re politike, duke goditur rënd korrupsionin dhe duke vendosur standarde të reja në ndëshkueshmërinë e abuzuesve të posteve publike, pa diskutim edhe të krimit të organizuar, që po sjell një ndryshim gradual kulturor në lidhje me përgjegjësinë para ligjit në Shqipëri, është në një sulm të vazhdueshëm thuajse nga gjithë palët politike. Shumë mund mendojnë që shumë mund bëj edhe SPAK, por në kontekstin shqiptar është një institucion i cili të paktën me ishuj po i reziston presioneve politike dhe duhet të jepet ajo që i takon si një piknisje e rëndësishme, pa diskutim për pavarësinë e institucioneve dhe për të dhënë mundësi rikthimin e një procesi politik ku gjithë secili më përgjegjësi për veprimet e veta, dhe në shumë raste, pavarësisht se nuk duhet të ishte kështu, duhet të ishte vota ajo që përcaktonte, por për shkak të bllokimit të sistemit dhe mospasjes së zgjedhjeve në asnjë dimension, mund të jetë një mundësi për rikthimin e procesit politik dhe për qarkullimin e elitave. Nuk do doja që ta zgjasja me fjalë, por pa diskutim do doja që të diskutonim për demokracinë e brendshme të partive politike. Unë mendoj që pavarësisht se ekziston ligji për partitë politike, për shkak të kontekstit shqiptar, duhet të ketë një rirregullim të ligjor për mënyrën se si funksionojnë partitë politike, duke krijuar një komision i cili garanton zgjedhjet brenda partijake, duket sikur dy kryetarët e partive dominuese në Shqipëri, kur vjen puna te kontrolli absolut i partive politike, bëhen bashk. Mund të ndryshoj vetëm pak retorika, po në model janë njësoj. Kemi një oligarki ekonomike që është ndërlidhur dhe është pasojë e oligarkisë politike.